Është, me sa duket montazh profesional i gjithi. Është video realizuar me... është montazh profesional. Pse kjo përzgjedhje? Po më pëlqen fakti që është marrë seriozisht, më pëlqen gjërat profesionale, më pëlqen që një video të tregojë dhe popularitet. Realizimi aty, se ajo vetë nuk ka mesazh gjë. Jo, më pëlqen që video, shiko, nuk ka mesazh. Unë nuk e kisha parë në Belindën duke kërcyer, ta thash. Jo, ajo është patjetër. Mënyra e saj aty shumë e lirshme, gjithçka shumë popullore. Por pjesa profesionale më pëlqen sepse ka marrë seriozisht, është video e parë e fushatës, pra mendoj që çdo kandidat duhet kishte të paktën një video profesional për posturit të tjera. Ti ndajmë, kandidatët e listave të sigurta dhe një u mjafton. Kandidatët e listës hapur... Dakor, po prapse prap. Ajo është një kandidate që ka vendin e sigurt dhe prapse prap she puts effort. Do të thënë ajo lë energji aty për ta çuar gjën përpara. Se nuk është puna aty e njerëzve që ai kanë vendin e sigurt tani dhe do flem gjumë, nuk është rasti. Të bëhemi serioz, çfarë përpjekje ka vënë ajo aty tani? Ajo janë 1000 vetë që punojnë për lëvizjen, për hapin në qa quhet, në Napoleon. Unë do të dashur shumë ta që bërë dhe ti një video të tillë. Po larg qoftë, s'është për hapin Napoleon të zëvendës kryeministres. Pra janë qindra vetë angazhuar për atë. Jo, s'është ajo ideja, se ajo dhe këndën... Unë do shqetësosha për luksin e tepër. Kush është luk? Po çfarë është luk sot? Çfarë tash në fillim që ka fushat dhe ka sfilatë? Kjo është sfilatë. Jo, kjo s'është luk fare. Kjo është sfilatë dhe luks. Lela ka i problem. Kjo s'është fushat. Nga 12 drejtush qarqesh si Stajonida. Jo, absolutisht. Kjo është e vetmja që ka postim. Është ajo video kuptimi i luksit ose ne kemi ne luksin. Të bosem janë gjithë komponentët që e bën të mërë. E shohim me syzet e Beratit. Kënd, luksin. Përzgjedhja, qa Berati që ka me luksin? Jo, nëse s'është ai luks thash, atëherë jemi duke i parë ngjarjet me syzet e Beratit. Pra për të lexuar gjërat nga afër, na duhen syze. Ai është rekrutimi njerëzve më popullor. Kom qef edhe pak mush mjeku Lela se s'po. Ka dhe diçka, Lela, ma vej dhe herë Belindën ta shoh me këto të Beratit. Fevzi dua të them edhe diçka. Kur jeni në Ja, kam tani se do më përzgjedhin tënde. E di, po kur jeni zmadhoka shumë. E ti as ki syze? Ja. As për me lexua? Ja. I ke operu sytë? Jo. Ja, që janë njerëzore pas moshës 45-46 vjeçore. Po jo të gjithë për... Ja, gjithë. Po më qasë keni operu, tash... Jo, s'ka më operoj sytë, edhe ajo më duhet. Qeveria s'po operoj kraun, gjë kam thonë. Belinda ka gërcyer, sepse kur jeni në qeveri, është tepër për kaq kohë, duhet t'rregoj që këtu ka hare, ka pse duhet të nxjerr në Shqipëri në një format tjetër. Pra këtu ka fest, ka gëzim, që kanë shkuar mirë dhe do shkojnë në një objektiv dhe një vizion akoma më të lartë se ç'është. Ka një lloj mesazhi. Ky është një lloj mesazhi dhe prandaj ka dalë në këtë format. Ashtu siç është opozita që duhet japi të gjitha çfarë mungon, çfarë nuk mungon. Po, që ishte video. Po, në një opozitë që e video Berishës me kandidatët socialiste, që ajo flet për Vlorën, ai nxjerr imazhet e Vlorës. Pra, do t'rregojsh opozitën për treguar. Kështu do të jetë realiteti një. Përzgjedhja e shkojmë atëherë në përzgjedhjen tënde Taranitës 18-a. Para se shkoj te blerimi, 18-a. Unë jam Vasil Lajo, lindur në Sarandë dhe rritur në Sarandë. Këtu jam më emocionuar, këtu kam triumfuar, këtu kam ndjerë intime, këtu kam ndjerë njerëzit e mi, këtu kam ndjerë bukuritë e detit dhe të kësaj toke në të cilën unë rrita dhe shijova bukuritë e saj. Vi nga dy prindët të cilët kanë sakrifikuar gjithçka në kohë të vështira dhe sot që jam bërë një gjysh, dy t'ju them se në këtë qytet kam rrinjtë e mia, por jo vetëm unë, dhe fëmijët e mi. Por minjotja ime shtrihet më tepër se kaq. Në të gjitha rajonet pranë Sarandës, nga Vlora. Pse ke zgjedhur këtë? E citova këtë sepse kjo është video. Edhe kjo është video e ideuar, domethënë duket që është e konceptuar, duket që është video profesionale, e mirëmenduar, një kandidat i cili nuk është parë më përpara në politikë dhe është njohur gjërësisht si doktor dhe të gjithë e kemi parë, si një mjek, dhe këtu ai ka treguar dhe një lidhje emocionale me vendin e tij, si është rritur dhe ato çfarë do kontriboj. Ajo çfarë është e bukur këtu është që jep dhe Saranda një këndvështrim shumë të veçantë dhe të bukur, ashtu dhe profilin e tij si një kandidat sepse duhet votohet. Edhe votohet për herë të parë në listë. Është hera parë. Dhe e komunikon, se mbaj mend edhe tek pjesa e kampanjës elektorale që ka bërë Trumpi në Amerikë, në një moment doli mbesa që po thoshte shumë informacione për të si gjysh edhe ishte shumë... Po, ka gjithmonë kryon një lloj emocione dhe një lloj attachment me çfarë ndodh kur janë video dhe profesionale, pra në rrjetet sociale, përveç se ato të cilat janë të bëra me celular, këto profesionalet kanë një audiencë dhe më të mirë menduar për të arritur tek
target grupi që ata ka. Kualiteti, ngjyra, Te politikat e ngjyra, tekstili, mënyrën se si realizohen dhe si Duket ajo, po ai është me kinematik, Thellësia, fokusohet portreti, thellësia dhe çdo gjë. sfondi është komplet, nxjerrë nga fillimi. Pra, ky mund të Sfondi thësh është komplet i bërë flu, duket që Ky ka mund dorë të jetë një profesionale. spot mirëfilli elektoral i cili vjen në formatin e pra dhe plani i madh dhe plani i ngushtë në të njëjtën Formi kohë. për 7 personazhe. Edhe Dhe një personazhe. figurë E kanë zjerë nga Blerim Gjeladini për mbledhja 22-shi, për zgjedhja, m'fal. 22-shi. Për t'ju prit juve. Isha vetëm t'i bënja 2 pyetje për to çiftet e reja. Më tani jam po presim dhe fëmin e 2 nuk kena asnjë lloj ndihme për shtëpi të reja, po për ndihmë apo ose këto kredite buta që janë fol. Kredi e but për çdo çift të ri që është martuar nga 2018 e këtej, 30.000 euro sa duhet depozit bankare do i ketë nga shteti. E sigurt 100% me zero interes. Kjo për të ble banesën, por çifti që merr guximin për të bërë me 3 fëmijë, fëmijën e tretë do t'ja rrish shteti nga linja djerë 23 vjeç. Se ke zgjedhë të Blerim? Kjo nuk është video e organizuar, po themi, me koncept. Kjo është pjesë reale në... Kjo ishte edhe video që kishte marrë më shumë të shikime nga gjithë kandidatët politik prej se ka fillu fushata. Sa? Kjo? Sa? Mund të ketë marrë diku 17.000 like në postim. Jo, baki, postime që kanë marrë kanë 25.000 lajka. Jo. Po, në TikTok-a? Varet ku jo është po Facebook. flas Facebook edhe Instagram. Mirë, po tregojnë TikTok, i ka 30.000 lajka kanë postime. Arsyeja pse ne nuk i masim vetëm Facebook e Instagram, sepse kandidatët e Partisë Socialiste nuk janë fare në TikTok edhe nuk ke se si ti krahasosh. O nuk janë TikTok ata se kanë mbyllur TikTok. Eksakt, ka qenë autogola më e madhe Ramës në këtë fushat që e liroi TikTokun komplet. Por ne masim vetëm Facebookun edhe Instagramin sepse është një matje që janë gjithë kandidatët. Edhe kjo është video që ka marrë... Cila është veçantia kësaj video? Ka qenë natyrale, pa përpunime, mund të kenë vetëm këto titrimet i kanë vendosur aty edhe kaq. Ka qenë edhe mesazhi, realisht, sepse kjo është problemi që ka Shqipëria sot. Trit shqiptar. Ti Berat, je pasaportë shqiptare? Po. Ti je martuar me letra? Po, ma ka dhënë pasaportën shqiptare... Me letra je martuar? Bujar Nishani. Me letra je martuar? Po. As ti se merr këtë 30.000. Çka po vran deri? Po ki menem pra, ki menem se duhet ta kishe. Ti nuk e merr dot 30, po t'ishe pa letra, mund martohesh vitin tjetër. Çfarë fezi? Nëse Berati beson vetëm te mundësitë e agron shehajt. Patjetër, domethënë sigurisht. Po edhe tash çka do të thonë me nënvizu te fushatat online. Vetëm një gjë, kjo është fushata e parë online, se fushata mas 4 vjetësh rrezikon të jetë 5 herë më shumë online se kjo. Ose shtro një pyetje, për shembull, e bën selin e parë kongën e se çfarë noizin është lehtë me pru, domethënë veç ai ki lek ose ai ki bashkëpunim me noizin, ti noizin e bën. Po apo bën diçka pa lek, edhe kur ki lek, se më thon një muzikë me ChatGPT është. Po mirë, tani nuk dihet a e kam paguajtur noizin apo ka ardhur. Muzika ChatGPT nuk e ka. There is nothing as a free lunch, ti më thon, free lunch nuk ka, aq sa di unë. Jam dakord me ty këtu. A je dakord? Tash ishte qëllimi i atij postimit që tregosh që bëra diçka pa para apo moderne. Pa para dhe të bukur. Shiko, Agroni nuk ka pas ndonjë problem që po harxhon para në. Jo, ai që i bën parot vetë ka dhe problemi i shpenzu. Jam dakord, pa ajo që s'më pëlqeu mua. Jonida, njerëzit që paguajnë i kanë më përsyer ata që kanë bën vetë parot, nuk e kanë të lehtë mi harxhu, sepse si kish bën lek ashtu, nëse ata që nuk i kanë bën vetë shpenzojnë shumë, domethënë. Them ndjesin time. Ti një artist për një këngë fushate mund ta marrësh edhe pa para. Por ajo që s'më pëlqen mua tek ajo gjë ndryshe nga gjithë postimet e Agronit, se gjitha më kanë pëlqyer, ajo le të themi më preku pak, është që domethënë të zvendësosh ti një grumbull njerëzish, domethënë që rriten, shkollohen për të bërë artist, për të bërë një muzikë, se të i fut një ChatGPT. O Jonida, nuk kjo është pak a shumë sikur më thon. Dëgjom. Po nuk është kaq kollaj, domethënë që çdo gjë le ta bësh teknologjike deri në këtë pikë. Atëherë na do të më shku. Ajo mund të jetë nesër, po sot. Atëherë na do të më shku Sem Altmanin me arrestu me fut në burg, sepse ai po i lën pa punë plot sektor të tjerë, domethënë. Jo, unë nuk thash që nëse ka diçka që është overvalued, drejt që më arrestuam ose kemi domosdoshmëri si mesazh tani në Shqipëri. Sot krijon një podcast
me dy avatar Po që jam krijon shumë dakord. Po një kryetar partie që do me thonë edhe tregun e artit do ta formalizoj dhe t'u jap dhe atyre një mundësi, nuk ju thotë që ju do vdisni se kam gjatë GPT. Ata kanë një përparësi sepse janë edhe vetë muzikës dhe mujnë me kontribu më shumë se sa ne te industria vetë. Mirë po, çka do shta më thonë? Do më thonë Aksoni, pas RTS-s, pas ka shkrirë dhe teatrin e operës dhe baletit. Po be pe akuzoj për plot gjona. Unë besoj që është... Doktor Berisha në onën tjetër, sham ka po përshtypje doktor Berisha... Çfarë ka po përshtypje? Mbetëm pa polemizu me Lelen. Fute pra tashia të shërë me Lelen. Mbetëm pa polemizu me Lelen. Dhe më thonë kapeli ati që është trampiste, dhe më thonë që e ka pas gjatë fushatës zëdhure, mirë për mos të arrujmë gjithashtu që ka pas edhe gafa që kanë qenë gëgja, si më thonë, preokupuse për moshën e doktorit. Në anën tjetër Roma, ja ka vunë spikom interneti atë bulizimin e lindun që e ka. Pra, të dytë, edhe Roma dhe Berisha, të më thonë, e kishin edhe përparsin, mirë po, në të njëjtën kohë ishte ona tjetër që i bënin edhe gafat e personalitetit tëre. Pra, Berisha jo... Më koni i vjetër nuk është problem personaliteti. Autik. Dhe më thonë, dje patëm një rast në Kosovë, humbi një fëmijë autik, e dzetëm më në fund. Bele u që ditë, thash, vesh kërë shkon në Roma, tëtë pëdal me lypën e me kompenzu pak damin që e këmdo duke i ofendu, sepse nuk është problemi që tha autik, është edhe aja problemi. Mirë pa javunin spikom personalitetin bulist të Romës, pra bulizimin që ja u ban njerëzve që duken, ndoshta jo shumë bukur, që duket Roma, ndoshta jo, qa po di, ironike ke kjo, dhe më thonë se tash ma kapin këtat lelës e lavdej Romën që duket bukur. Pra, ajo Roma, kjo ishte dështimi kryesor i Romës, dështimi i Berishës është të musha, i cili nuk është problem personaliteti po përstëris. Berisha Rama i kam bete këto dje, edhe Berishës ato ndjenjën e një loj lodhje në 2-3 takime, edhe Ramës pjesën e bullizimit. Po. Në anën tjetër të Qori, mos i mbesim atin hak, që kam kamet mu në kokë të Qori, cëllën kam respektën në përndryshe. Në aspektin e ideologjik ti, video e ti për varfrin, pra e glorifikon pak më shumë varfrin, se sa është në realitet të ti. Jo po, nuk është mirë më koni varfën, dhe të me thonë publikisht të sartë mujna, dhe me thonë, nuk është gje, dhe me thonë... Për të mburur, e po? Për të mburur më qenë i varfër. Po është vërtet, nuk kapë se të kesh turpje i varfër. Jo. Absolutisht nuk është mburje ti. Jo, edhe nuk është marrë me qenë i pasën, është marrë me qenë i pasën, është turpë me qenë i pasën nëse të kanë një mushteti. është ndërë t'jesh i ndershëm. Pa tjetër. Mirë po kjo fushata Qorajt ka qenë shumë indikume për i kësaj.